do bëjmë që asnjë shqiptar të mos jetë më në mjerim brenda 3 muajve të parë. Brenda 3 muajve të parë të qeverisë sone do vendosim minimumi jetik. Minimumi jetik 200 euro. Për çdo pensionist që merr nën 200 euro. Për çdo të papunë që merr nën 200 euro. Për çdo ndihmë ekonomike që merr nën 200 euro. Në këtë mënyrë, sipas llogaritjeve, u bëhet e mundur që të blejnë ushqimet, të blejnë dhe ilaçet, natyrisht dhe këta të gjithë do kenë kartën e konsumatorit. Çfarë do thotë? Do të përfitojnë rikthimin e TVSH-s. Kjo ishte pakete e dhimbshurisë shtylla e parë, se ne nuk mund të ecim duke ijoruar 700.000, 800.000 pensionistë. Shiko çfarë bëri ky zotëria në qeveri. Pati 8 miliard buxhetin. 8 miliard buxheti vjetor. Dhe ndau për pensionistët 16 milion euro. Absolutisht Gjermania për kafshët e shtëpisë, për qenin ose macën, paguën 3 herë më shumë. Tu japish ti 700.000 vetëve 16 milion euro në vit, kjo është gjëja më e pashpirë. Në një kohë kur, prisni, Albin Kurti në Kosovë, që ka gjysmën e numrit pensionistëve me Shqipërinë, që ka një buxhet sa gjysmën e buxhetit të Shqipërisë, as 4 miliard jo, ndau 100 milion euro. Dhe u tha e kishte fondin, se ky thot, jo thot se si ta prekim, si të fondi i pensioneve vjen nga kontributet. Vjen nga kontributet, po ata kanë kontribuar, se nëse Shqipëria ka ardhur gjerë këtu, ka ardhur nga djersa dhe mundi i tyre, dhe ai mori 100 milion nga buxheti dhe i kaloi në fondin e pensioneve. Dhe çdo pensionist, fondi ishte 400 milion, u bë 500 milion. Më fali, ishte 500 milion, u bë 600 milion. Çdo pensionist mori 20% më shumë. Ne do ta bëjmë këtë. Ne do bëjmë një ndarje të drejtë të buxhetit, duke rritur pensionet, duke rritur rrogat dhe ju siguroj se mbeten përsëri për të ndërtuar rrugë, për të ndërtuar infrastrukturë, mbeten edhe më shumë se sa në periudhën kur ne kemi qeverisë dhe kemi ndërtuar 11.000 kilometra rrugë. Po këta i vjedhin. Këta i zhdukin. Ku është incineratori i Tiranës, djegësi i Tiranës? A mund ta merrni në mend ju duan të merren nga taksat tuaja dhe të përdoren për ndërtuar një incinerator, të harxhohen 130 milion euro dhe të mos i gjiden gjurmët aty. Belinda Balluku ka patur, Lubi Balluku, se i them ashtu e meriton, ka patur detyrën, po sepse është e pa imagjinueshme, ka patur detyrën që ta mbikëqyrë ndërtimin çdo muaj. Ta mbikëqyrë ndërtimin çdo muaj. Ajo nuk e mbikëqyrë se mënyrë, pa ajo nuk raportonte. Dhe parat i peshin, ndërtimi nuk ndodhte. Pse? Sepse ajo e dinte që parat i mirë Edi Rama. Se përndryshe, unë nuk them se i mirë të vetë. Se unë po ta dija që i mirë të vetë do thoj, jo. S'mund ta bë. Ajo e dinte që parat i mirë Edi Rama dhe duhet të mbyllte gojë. Ky është një shembull, mund të japim shembuj të tjerë, kur rrugë ndërtohen me çmim me 10 fish çmim. Kur tenrat kur është një hotel këtu që ndërtohet. Hoteli më i madh në Xham i tëri, 24-sh.